Në Kukës po vrehet një rritje e ndjeshme e interesit të qytetarëve për kryerjen e check-upit falas, veçanërisht nga grup moshat mbi 35 vjeç. Vetëm gjatë muajve shtator dhe tetor janë realizuar mbi 700 kontrolle bazë në qendrën parësore të kujdesit shëndetësor të qytetit, një shifër e dukshme më e lartë krahasuar në muajt e mëparshëm. Sipas mjekëve, ky interes i shtuar lidhet me përhapjen e virozave sezonale, por edhe me rritjen e ndërgjegjësimit për rëndësinë e kontrolleve të rregullta. Mjekët thonë se shumë qytetarë janë drejtuar qendrës për kontrolle rutinë, ndërsa një pjesë tjetër pas shfaqjes së simptomave të lehta gripale apo lodhjes së përgjithshme. Ndërkohë, në kuadër të fushatës së tetorit roz, që synon rritjen e ndërgjegjësimit për parandalimin e kancerit të ngjyrit, është zhvetur një fluks më i ulët për kryerjen e ekografive dhe mamografive krahasuar me të njëjtën periudhë të viteve të kaluar. Specialistët thonë se kjo mund të lidhet me prioritetin që shumë gra i japin kontrolleve të përgjithshme, ndërsa nënvizojnë se ekzamenimet për kancerin e ngjyrit mbeten thelbësore për zbulimin e hershëm të sëmundjes. Mjekët apelojnë që qytetarët të mos kufizohen vetëm tek kontrollet bazë, por të ndjekin me rregullsi programet e parandalimit, sidomos gratë mbi 40 vjeç, të cilat rekomandohen të kryejnë mamografinë një herë në vit. Sipas tyre, ndërgjegjësimi dhe kontrolli në kohë janë investimi më i mirë për shëndetin, një mesazh që ndonse i përsëritur shpeshherë, vijon të mbetet aktual për çdo familje në Kukës.